Mbrëmjen e premjit të së shtunës si plotësim dëshire për lojën e ninjave të fituar nga Gjesti, vëllai Mathi solli DJ-n e tij, një herësh edhe shok i ngushtë me Gjestin. DJ Gimbo performoi për Gjestin dhe banorët, duke ndezur atmosferën në shtëpi, por edhe pse nuk zgjati shumë si performancë, në ikjen e tij ai dha një mesazh të koduar Gjestit. Në një video të publikuar shihet se DJ Gimbo i jep një vëth Gjestit, i cili së fundmi mbante vëthin e eklit, duke i dhënë një mesazh. Këtë fakt e ka bërë të ditur Xheneta në emisionin e Diell, e cila u shpreh se fillimisht Gjesti mbante vëthin e saj kur hyri në Big Brother VIP Albania, që Xheneta e kishte dhuratë nga babai i saj. Por mbas disa situatave të ndodhura jashtë, ai vendosi vëthin e eklit dhe DJ Gimbo i tha se nuk më pëlqen ai vëth, hiqe dhe vendos këtë. Por t'i thënë që të mos vazhdoj më me situatën e eklit dhe të mos e përmend më. Madje që prej atij momenti Gjesti nuk e ka përmendur më eklin në shtëpi, siç bënte disa ditë më parë. Kjo tregon se ai e ka marrë mesazhin siç duhet.